Në Sahihun e Imam Bukhariut përcillet një hadith se Allahu sallallahu alaihi wasallam kur merrte abdes, atëherë shokët e tij nxitonin, sahabët radhiyallahu anhum nxitonin kush të merrte prej ujit të tij sallallahu alaihi wasallam, pra prej pikave të ujit që binin prej tij sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadithi është një hadith i saktë tek Sahih Bukhariut. Para sa ditë është një vëlla i mirë i xhamatit, më tregon për këtë hadith. Dhe më shkruan në mesazh që shiko si ka qenë respekti i sahabëve radhiyallahu anhum, nderimi i tyre për profetin sallallahu alaihi wasallam, të cilët nxitonin mbasi merrte abdes profeti i Zotit, ula profet dhe profeti i fundit, nxitonin kush të merrte prej ujit të tij. Kjo në fakt ka të bëjë dhe me atë se çfarë shkëputej prej tij sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që ishte gjallë, ka patur bereqet në të, ndërkohë që pas vdekjes së tij nuk është më diçka e tillë dhe nuk duhet vepruar diçka e tillë pas vdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam. Por ngacmoi mesazhi i vllajton që thaj që shiko se si e nderonin, e respektonin sahabët radhiyallahu anhum.